ليكن حبك للأرض مداد. Ata të cilët thojnë, Zoti in është Allahu. Thumë me stakamu, pastaj qëndrojnë në këtë. Mos i përcjellni, mos i lavdroni, largohuni prej tyre, largohuni prej atyre që merren me bigjos, që merren me kamat, që merren me programe të fllihura, që merren me organizime të ndyta, mos i përkrahni. Duke u nis prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa ka qenë pejgamberi këmbgulës, kjo vazhdon për të rit ton, se ndonjëherë dikush prej tonëve thot, po, unë du islamin, unë nuk du të rri me vajza, unë nuk përshëndetem për dore, pa e din se kam bet i vetmuar në klas. Ti nëse ke bet i vetmuar në klas, mos u dëshprose, mos mendo se vetëm tije, po edhe nëse mbetesh i vetmuar, mos harro se jetu shkel në të dhe i thot mos i ndjoni mo plesh se ka kalua jo ko, s'ka gjo për një nati pse zbavitesh, mo me këto shokti, nuk takohesh, valzoti vajza muslimane, me djalin e huaj musliman sonte, edhe mu i jep fund, zotën qatëheri jep fund, edhe edukatës, edhe terbijes, edhe islamit, i thua, fund i dhash.
Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Rabb, nahmeduka wa nashkuruk, wa nastahdika wa nastaghfiruk, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këto ajeti kerim që urdhënon, Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medreses së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke i lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me fuqinë e vet mbar musliman prej zullumit të zullumqarve, Allahu t'i shpëton, ndërsa zullumqarët mes vete t'i shkatërron. Po ashtu na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me mëshirën e vet neve si gjunahqar për azapit të xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasib të ne bën. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës së bekuar, suratu Fussilet. E posaçërisht në hijen e ajeteve që lexova para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë sa minut nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Gjelal që frimarjet tona të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Jannetul Firdaus të na i kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, ajetet që lexuam më parë të xumon e kaluar në spjegun për një grup të njerëzive mprapshtan, të cilët ndalonin nga leximi i Kur'anit dhe porositnin që të bëhet zhurmë e mos të ndëgjohet fjala e vërtet. Ndërsa ajetet e sodit na spjegojnë për një grup tjerë të njerëzive, për disa njerëz tjerë, për disa karakteristika të njerëzive të udhëzuar, të njerëzive të shpëtuar, të njerëzive fatlum në dunjo dhe fatlum në ahiret. Allahu inshallah prej kësaj grupe me qenë nasib me bë. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal thot: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Pa më dyshe, ata të cilët thonë Zoti in është Allahu dhe pastaj janë të qëndrueshëm dhe vazhdojnë sirati mustaqim, pra vazhdojnë rrugën e drejtë. Tatanazzalu alehimul malaike, atyre do që zbresin melaqet. Në momentin e vdekjes, në momentin më të vështirë, do që zbresin melaqet. Në natën e vorrit do që afrohen melaqet të kryet. Dhe kur do dalën ditën e mahsherit, përsëri do që afrohen, do që paraqiten melaqet. Me çfarë gëzimi, me çfarë sihariqi, melaqet do që i thojnë: Alla të khafu, wala tahzanu. Mos u frigohni për të ardhmen
dhe mos u dëshprohni për të kalumen. Kur të vinë momentin e vdekjes, do të zbresin me latje, do të thojnë mos u frikë prej daljes së shpirtit, se ty të pred vendi këndshëm. Në atë vend kur të shkosh nuk donë më përsëri në dunjë të kthehesh. Mos u frikë. Wala tahzanu, dhe mos u dëshproh pse ti e le evladin, e len bashorten, e len familjen, e len shtëpin, e len luksuzin, se këto janë shumë pak në krahasim me bafqen e xhenetit. Mos u frigoh për ardhmërin dhe mos u dëshproh për ato që le mrapa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Na jemi dashamir të juaj në dunjë dhe në ahiret. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nga se për ju Allahu Dhul Jalal ka përgatit çka ta don shpirti dhe do t'i meritoni ata që Allahu ju ka premtu. Inshallah i meritojmë dhe Allahu nasib në bo. Nuzulan min gafurin rahim. Këto gjëra të bukra të mira të cilat na i premton Allahu në Kur'an për jetën e amshushme, janë të përgatitura nga vetë Allahu Dhul Jalal. O vëllezër të dashur, pra këto ajete kuranore kanë për qëllim të na bindin, pasi që këtë fe e kemi pranuar vullnetarisht, elhamdulillah, dhe të mos jemi labil, të mos jemi të luhatur, po të jemi këmbgulur. Inna alladhina qalu Rabbuna Allah. Ata të cilët thojnë Zoti inë është Allahu. Thumma istaqamu, pastaj qëndrojnë në këtë fjalë. Nuk luhaten. Se vetëm me thënie dhe vetëm me deklaratë, o vëllezër të dashur, nuk shpëtohet. Lima taquluna ma la taf'alun. Ata të cilët deklarohen se janë musliman, ndërsa punët i bëjnë si të tjerët, Allahu Dhul Jalal thot, pse thoni ata që se punoni? Pse thoni ata që se praktikoni? Pra ata që e thoni duhet ta punoni. Ata që thoni është e mirë duhet ta ndihmoni. Ata që e shihni se është e keqë duhet ta pengoni. Dhe nga kjo mos u largohni dhe mos devijoni, se nuk jeni musliman të vërtet vetëm në mënyrë deklarative. Yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Allahu Dhul Jalal hipokritët i përshkruan në këtë formë. Thot, ato thojnë me gjuhë të veta çka se kanë në zemër. Ndërsa muslimani e thot ato çka e kanë në zemër dhe ato çka e thot e çet në vepër. Në praktik, lum për to, ajo është fatlum, ajo është i shpëtuar, ajo është i përgëzuar me të mirat e xhenetit. Allahu inshallah të gjithëve nasip në bë. Vëllezër të dashur. Thumma istaqam. Pastaj janë të qëndrueshëm. Pastaj vazhdojnë rrugën e vërtet, rrugën mesatare. Allahu Dhul Jalal në ajet kuranor në surën Hud i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Fastaqim kama umirta. Qëndro, mbaje penin drejt, shko vis për të cilën të kam përcaktuar, sirati mustaqim. Pra shko asaj rrugë për të cilën Allahu të ka drejtu dhe Allahu të ka udhëzu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë me shtagën e vet boni një vi për së drejti dhe njëna të gjatë të shtrenjtë dhe njëna të maj. Dhe tha, hadha sebili. Tha që kjo e drejta është rruga ime. Fattabi'uha. Tha ndjekni këto drejt mes. Wala tattabi'u subul. Mos i ndjekni rrugicat, mos devijoni, po mbani rrugën e drejtë. Se çdo rrugë tjetër posa asaj të drejtës ka nga një shejtan që fton në te. Pra jeni të qëndrueshëm, jeni besnik në sirati mustaqim, në rrugën e vërtetë, në rrugën mesatare. Mos e teproni as në fe, mos e teproni as në fe, se në fe nuk është e pranuar teprica, përveç asaj që Allahu na ka shpjegu dhe pejgamberi na ka tregu. Përveç asaj, ju e keni të fresk edhe mo, ndodhin e 3 djalmoshave, të cilët shkuan te shtëpia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetën Hazreti Aishen, nga se pejgamberi nuk ishte prezent, i than, ja ummel mu'minin, o nona e muslimanve, a na e tregon ibadetin e pejgamberit, si bon pejgamberi ibadet? Hazreti Aisha ju shpjegoj dhe tha,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falen 5 kohë të namazit, siç e dini ju. Kur ka nevojë të viziton doni të sëmun, ai e viziton. Kur ka mundësi të merr pjesë në xhenazë, ai në xhenazë shkon. Kur ka mundësi dikujt të ndihmon, ai e ndihmon. Natën fal namaz edhe pushon. Axhunon në Ramazan dhe ndërpret jashtë Ramazanit. E kështu me radhë. Atë diçka than po, kjo është pejgamber, nuk ka gjunahe. Kjo për ne pak është. Kjo që bën pejgamberi për ne pak është. Njoni tha, unë do të bëj ibadet ma shumë se pejgamberi. Ai një ditë axhunon, një ditë pushon, unë për çdo ditë do të axhunoj kur se prishi. Tan jetën. Ai tjetri tha, po, pejgamberi falet edhe flen. Unë kam shumë gjunahe, nuk jam pejgamber, unë do të falem gjithë natën, hiç nuk flej. Ai tjetri tha, unë nuk do të formoj familje, se formimi i familjes është nga tres. Tha, nuk formoj familje, nuk martohem. Dhe do të jetoj kështu si murg, i vetmuar, vetëm për të adhuru Allahun. Dhe shkuan, kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aisha shumë e kujdesshme në këtë gjëra, shumë serioze mor këtë çështje dhe qëndrimin e tyre. Dhe sa erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aisha e lajmëroi, tha, ja Rasulullah, kanë qenë 3 djelmosha, të kanë lypty, po s'të kanë gjetë, më kanë pitë mu për ibadetin tëndë, unë jam përgjegjë, ato disi e kanë pa pak ibadetin tëndë, jonë zotu se do të bëjnë ibadet ma shumë se ti. Njoni do të falet, nuk do të flenë, qetri do të axhunon, nuk do të hanë, nuk do të aprish as njëherë, ndërsa i qetri nuk formon familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa shpejti shkoi në xhami, i ftoi njerëzit, kur u tubuan tha, dikush për juve ka thonë këtë e këtë, të gjithë keni gabuar, të gjithë keni gabuar. Tha, mbani rrugën time dhe mos devijoni, fa man ragiba an sunneti felejse minni, nga sa ai që e kalon dhe e lën rrugën time nuk është prej umetit tim. Pra mbani rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos u bëhni ekstrem në fe, se nuk ka ekstremitet në këtë din. Inna dina yusrun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, feja është e lehtë, vetëm ata që s'duan dhe ata që vetë ngarkojnë. Ashtu ishte rasti me njërin që desh të lexon Kur'an shumë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mjaft e ki për 7 ditë. Tha, unë më pak ja Rasulullah, me më pak kohë bëj një hatme. Pastaj tha, vazhdo një kohë të shkurt, pastaj sa ne bonte, tha, sikur ta kisha ndëgju pejgamberin. Pra, kështu në hëxhum në fillim, na duket pak, pastaj sa ne vazhdojmë. Pra rruga sirati mustakim është ajo në të cilën na kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të dashur, Allahu dhul xhelali ka thonë pejgamberit, fastakim, qëndro në parim. Në Islam ka parim, o vëllezër të dashur. Në Islam ka parim. Antarësimi në Islam ka libres. Dhe ajo libres nuk ndrohet si librezat e partive. Disa njerëz në herë kanë pas libres të kuqe, pastaj shiqirer demokracia, u registru në një parti, pastaj nuk e gjetën veten të merituar, shku në një tjetër, pastaj edhe atje nuk e pan veten mhije, kalojnë në një tjetër, ndërsa në Islam ka parim, nuk ka parti. Në Islam ka parim, dhe muslimani ka një libres, dhe ato nuk guxon të ndronë. Në atë libres shkruan, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Edhe këtë libres, si të ndrojsh, mos ka tjetër mo. Atëherë mo shkon në kufër, në udhubillah. Nuk ka ndrim të librezës. A e ke pranu librezën e Islamit? E ke pranu vullnetarisht dëshmin, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, pra je i qëndrushëm në tëm. Fastakim kama umirte, wa men tabe ma'ake. Porositi edhe ata që janë penduar, pra fjala për ata që s'kan qenë musliman, e janë pendu nga shirku, e kanë pranu Islamin, edhe ata le t'jenë të qëndrushëm. Pra bëhet fjala edhe për musliman, të cilët janë lind musliman, elhamdulillah, pra ndaj ka nevoj të jenë të qëndrushëm në këtë din. O vëllezër të dashur, wa men tabe ma'ake, wa la tatgaw, dhe mos e të proni, dhe zullum mos bani, pra jeni mesatar. Wala tërkenu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, dhe jeni të qëndrushëm, mos ju pështetni atyre që janë zullumqar, mos ju pështetni atyre, mos i përkrahni zullumqarët, mos i përkrahni iniciativat e fliqura,
mos i ndihmoni, mos ju dorë trokiteni, mos i përcjellni, mos i lavdroni, largohuni prej tyre, largohuni prej atyre që merren me bigjos, që merren me kamat, që merren me programe të fliqura, që merren me organizime të ndyta, mos i përkrahni, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, e pastaj ju roke dhe juve zjarmi, vetëm me të përkrahun. Mos thuaj nuk jam aktivist, po vetëm e përkrahi kështu. Nëse përkrahën të keqen, atëherë zjarri të kap edhe ty bashkë me ton. Vëllezër të dashur. Pastaj wa aqimis salah, dhe fale namazin. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, nga se namazi i largon të këqijat, i largon gabimet, i largon të metat. Wasbir, dhe je i durushëm. Shiqoj parimet në Islam, vëllezër të dashur. 2 urdhra dhe 2 ndalime. 3 urdhra dhe 2 ndalime. 5 kushte të shpëtimit. E para, festakim, je i qëndrushëm dhe vazhdo rrugën e drejtë. E dyta, wa aqimis salah, fale namazin. E treta, wasbir, je durimtar. E ndaluara, latet gau, mos e teproni dhe zullum mos boni. E dyta për të ndaluarave, wala tarkanu ila alladhina zalamu, dhe mos i përkrahni ata që bëjnë zullum, atëherë do t'jeni të shpëtuar. Pra vëllezër të dashur, si kanë qenë muslimanët duke u nis prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa ka qenë pejgamberi këmbgulës, kjo vazhdon për të rit ton, se ndonjëherë dikush prej tonëve thot, po, unë e du islamin, unë nuk du të rri me vajza, unë nuk përshëndetem për dore, pa e din se kam bet i vetmuar në klas. Ti nëse ke mbet i vetmuar në klas, mos mendo se vetëm tije, po edhe nëse mbetesh i vetmuar, mos harro se jetu shkel në tragun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se dhe ai ka qenë i vetmuar në shumë raste. Kur ja afrun mushrikët e Mekës Ebu Talibit dhe i than, meru vesh ti me djalin tënd, se nëse jo merremi vesh ne, u ngrit Ebu Talibi, shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, o e vladi im, o biri im, nga se kishte vllaut, pra, o biri im, largohu, tha, kësaj rruge, largohu kësaj iniciative, kësaj pune të cilën e ke nisti, ti po do këto me i bë musliman, këto islami nuk e pranojnë, këto po kërcënohen mu edhe ty, a bon të tërhiqesh? Tërhiqu për kësaj pune. A dini çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me lot në faqe, me lot në sy, ju drejtu axhës vet, të cilin e kish krah të gjatë, ndihmu se kishte, kur e pas edhe ki, po tenton disi me largu nga kjo rrugë, nga ki parim, jo nga kjo parti, nga ki parim i cile ka emnin Islam dhe qëndrueshmëri, ju drejtu me plot bindje axhës vet, të vetmin e kish ndihmus, dhe i tha, o axhi im, vallahi, nëse diellin ma vendojnë në krahun e gjatë, e hanën në krahun e majt, unë nga kjo rrugë nuk largohem. Subhanallah, shiqo çfarë bindje o djalosh, shiqo çfarë bindje o musliman, e sidomos kjo vlen për rinin ton. Dielli ambahet në krahun e gjatë, hona ambahet në krahun e majt. Subhanallah, a ka fuqi njeriu t'i ban këto di krijesat Allahu dhul xhalal? Me gjitha to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta binda axhën e vet, se nga kjo rrugë nuk ka largim, nga ki parim nuk ka largim. Tha, nëse diellin ma vendojnë në krahun e gjatë, e hanën në të majtin, unë nga kjo rrugë nuk largohem. Kur e pa bindjen e ti axha i vet Ebu Talibi, atëherë i tha, vazhdo o biri im, se do të më kesh me vete sa t'jem gjallë. Edhe ti do ta kesh me vete ndonjë djalosh, edhe motra muslimane do ta ketë me vete ndonjë motër, kur ta shef se ajo është në rrugë të vërtet dhe është me bindje dhe nuk luhatet. Pra istikam do të thotë qëndrueshmëri, qëndrueshmëri në dashninë e Allahut dhul xhelal, qëndrueshmëri në dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte një djalosh i ri, i cili e kishte emrin Hubejb ibn Adi, e zonë rob mushrikët, e zonë rob, dhe ja vun litarin karshi, dhe e pa litarin me sytë e ballit, dhe i than, a e she litarin, për ty e pregadisin. Një kusht të afrojmë, nëse ti deklarohesh, se ti pajtohesh, që në këtë litar të vjen Muhamedi e ti të lirohesh, a pajtohesh, vetëm thuj po në të lirojmë. Subhanallah,
Vetëm thuj po, unë pajtohem që Muhamedi të hipjen litar, më lëshoni mu. Thuj që shtu, na të lirojmë. Vetëm deklarative, vetëm në mënyrë deklarative. Thuaj, nuk ja pranoj shpirti dhe nuk ja lejoj ndërgjegja që ai të thot po, më lëshoni mu, unë pajtohem. Tha, a dini çka tha? Subhanallah. Tha, jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të vihet në litar, po unë jam gati të hipi në litar e nuk e ndroj me një therë ta shpoj kamën e pejgamberit. Kështu me më thonë, a pajtohesh ti ta shpoj një therë pejgamberin në këmbë e ti të lirosh nga litari? Unë e thëm jo, unë hipi në litar, pejgamberin tim mos të ma shpoj ndo një therë në këmbë. Kështu e kanë dash pejgamberin, kështu ka pas parim. Prandaj kanë fituar vëllezër të dashur. Dhe kur e kanë pa bindjen e tij janë habit dhe kanë thonë subhanallah, po pejgamberi nuk është prezent. Hajde sikur të ish prezent për sy e faqe, po pejgamberi nuk është prezent. Pejgamberi nuk është prezent, por Allahu i pejgamberit dhe i ati është prezent. Ki nuk e tradhton Allahun as pejgamberin. Dhe nuk dakordohet që të shpëton nga litari e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta shpon një therë në kam, që nuk do të thot puna e madhe. Vëllezër të dashur, një rast tjetër është për ta regjistruar rinia jonë, për të qenë në sirati mustakim, për të qenë të qëndrueshëm në parim, që të mos jenë të luhatur, wala tarkanu ila alladhina zalamu. O rini e dashur, mos i përkrahni ata që kanë dështu, mos u frigohni se vetë nuk mbeteni, por i keni me vete njerëzit e mirë, me laiket dhe razin lëkun e Allahut dhul gjelal. Mos thuaj, po si mos të shkoj unë në matur, mbes vetëm unë. E atëherë qka u bo? Atëherë po shkoj edhe unë. Ku të shkojnë krejt edhe unë? A është razi Allahut dhul gjelal? Në këtë formë në të cilën festohet matura në këto vitet e fundit o vëllezër të dashur. A është razi Allahut dhul gjelal? Djem e vajzas bashku, edhe ato me një bidat të fliqur, që e kanë bërë tradit, ato që i mësojnë kinë se i mësojnë fëmijët tanë, dhe e quajnë arsimin edukativ arsimor. Pra thojnë, shkolla është program edukativ arsimor. Qatë edukativ hiqe, s'osh edukat. A di çka do të thot edukativ? Do të thot se ai edukon fëmin tënd. Ai nuk edukon, pa i mundot që aprish edukatën që ja ke mbjell të shpia. Dhe i thot mos i ndjoni mo plesh se ka kalua jo ko. S'ka gjo për një nati pse zbavitesh, mo me këto shokti, nuk takohesh. Valzoti vajza muslimane me djalin e huaj muslimon sonte, edhe mo i jep fund. Zotën qatëheri i jep fund edhe edukatës, edhe terbijes, edhe islamit. I thua fund i dhash. Pra i jep fund të mirës, jo të keqes. Pra vëllezër të dashur, rrug dalja që të mos jemi ekstrem. Njoni thot nuk ka fest dhe nuk ka festim të maturës. Jo, ka festim të maturës. Ka festim të maturës. E di pse? Ti feston se ke kry shkollën e mesme dhe të hapen rrugët për fakultet. Elhamdulillah, festo vllai dashur. Festo motër muslimane, po jo me haram. Tu bëhni ato që jeni të mirë, ato që jeni të dhëzuar, ato që keni frikë Allahun, ato që keni respekt pejgamberin. Bashkohuni në një lokal të mirë, në një shtëpi të mirë, apo në një lokal pa alkohol, gëzohuni, hani pini, akshamin mos e harroni, kur dhvija cia faljes bashku, përmendja Allahun dhe pejgamberin, uronja një qetrit dhe unë prej këtu ja uroj këtine dhe urim ju qoftë pra. Por, jo në atë mënirë, vajza e djemë së bashku, në për restorani, arsimtarët me to, gjithë natën, disa edhe me alkohol, e sa prej tyre në Zotin arujt, me punë të këqia, mos flasim për cigare, mos flasim për vallëzime, dhe kushte pas kanë bënë, që kur të dalen para publikut, të dalen me partner të përbashkut. Një djalë me një vajzë për krahu, e nesër, unë e marë që tërkon dhe ajo merë që tërkon, Zoti u dhasht hajrin, ati edhe asaj. O vëllezër të dashur, a nuk ashtë çoroditje kjo? A më qka bëhet për një natë? Subhanallah, për një natë bëhet katastrofë. Shumë është një natë për të bëhe laqë. Për të bëhe laqë 1 minutë mjafton, o vëllai dashur. Për të bëhe laqë 1 minutë mjafton. Nuk ka nevoj një natë të tërë të hargjosh ti duke u bërë rezin. Pra keni kujdes, prind musliman,
Keni kujdes për edukimin e fëmijëve tuaj. Duhet kemi kujdes për evladin ton. Duhet të kemi parim në Islam. Nuk duhet të lejojmë ashtu siç i kanë çdo kuaj. Po na jemi elhamdulillah të udhëzuar dhe nuk e kritikojmë festimin e maturës, por e kritikojmë festimin e kuturës. Se disa e festojnë maturën, disa kuturën. E kutura në Islam nuk shkohet kutura. Si mshelas nuk shkohet, o vllai dashur. Si mshelas e diku shkon në grop. Si mshelas shkon në grop në dunjë dhe në grop të xhehenemit, edhe ndoshta si mshelas diku ndon të shkon edhe në grop. Por na elhamdulillah, Allahu dhul xhalal na ka udhëzu, Kur'an na ka dhuru, pejgamber na ka dërgu, mësimet i kemi para vetes. Jemi të sinqert dhe jemi siqel, që të mos mashtrohemi. Ka alternativë, ajo e keqja ka alternativë. Nëse ata të cilët nuk mund të shkepen vajza me djem, a nuk ka për juve të cilët mund të shkepen nga vajzat dhe nga ato të këqit dhe të organizojnë në mënyrë të lejuar, në mënyrë halal. Bonje se pari kjo generat, e të jeni udhërëfis për të tjerët, e të keni pastaj se vapin atyre që dhe ta bëjnë pas juve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men senne sunneten hasene, falahu ajruhu wa ajru men amile bihi. Kush e bën një tradit mirë, e nis një rrugë të mbarë, ai do të ka sevap edhe për ata që do të vinë mbrapa. Vitin e ardhshëm kur të vi koha e maturës, do të ndahet një grup prej djemve veç dhe një grup prej motrave muslimane veç dhe do të thojnë, na si meshkuj do ta festojmë maturën, çashtu si e bën ato të vjeshmit, edhe ishte në rregull. Edhe motrat muslimane do të thojnë, edhe na do të ndahemi dhe do ta festojmë në mënyrë të lejuar, do ta festojmë me abdes, do ta festojmë me gëzime, me urime, me namaz, me zikr, me disa fjalë të bukura, edhe kjo do të urohet dhe nga Allahu do të jetë uruar, nga Allahu do të jetë bekuar. Fatlum është ai që nis punën e mirë. O vëllezër të dashur, nisni një të mirë, mos nguroni, largohuni nga e keqja, turprohuni. Pra, parim, istikam, qëndrim, rrugë të mesme. Nuk jemi ekstrem në Islam, elhamdulillah. Në Islam ka tolerancë dhe nuk ka fe ma tolerante se Islami, o vëllezër të dashur. Por në haram, Islami nuk toleron. Në haram toleron kur s'ka mundësi. Kur s'ka mundësi, atëherë toleron. Islami ka toleru. Çka ka toleru? Nëse dikush për shembull ka rat fikt, nuk ka çka të ushqehet, Allahu dhul xhelal ja ka leju haramin sa të ngrihet në kam, derisa të furnizohet me halal. Ema, Islami nuk toleron hosa natë e maturës. Shikjo, unë nuk kam pi vetëm natën e maturës. Kështu thot, a? Edhe mo nuk pi mo, vetëm natën e maturës. E di pse? Për hatër shoqënisë, po mo dahem prej këtyre. Dahu edhe kur mos u bashkoh. O vëllezër të dashur, pra dahu me të mirë, dahu me punë të mira, jo mbas të keqes. Si ka qenë parimi muslimanëve të parë, më lejoni t'ju bie edhe një shembull, dhe kjo vlen për të gjithë, sidomos për të rit dhe të rejat tonë. Si kanë qenë muslimanët e parë? Një musliman me emën Huzafe u robnua nga Bizantët, nga Bizantinasit u robnua. I treguan mbretit se e kanë robnu një komandant musliman me 20 ushtar. E kanë robnu. Musliman të fitun luftën, mirë po mbetën. Një komandant musliman me emrin Huzafe me 20 ushtar mbeti rrethuar dhe u robnua. Tha mbreti Bizantinas, ma afroni atë musliman para vetes, ta shof bindjen e ti sa ka bindje në fen e ti. Kur ja afruan, i tha mbreti, tha të nasar, tha bonu i krishter, ta jap gjysën e pasurisime. Mbret, tha pranoj krishterizmin, ta jap gjysën e pasuris. Tha si kur të ma japish të gjithë pasurin tënde, unë nga Islami nuk largohë. Subhanallah. A i kishte mujtë me thonë, po e pranova krishterizmin edhe hecë. Ashtu si që pranën shumë njerës tonët Islamin, gojarisht. Tha me madhon gjithë pasurin dhe mbretërin tënde, unë nga Islami nuk largohem. E pa se kjo është kom ngulës, tha, kam një propozim tjetër. Tha, urdhëro, do të lejoj ti një natë të plot në hotelin më të bukur, me gjithë lezatimet dhe me gjithë të mirat. A do të pranojsh? Tha jo. Tha nuk pranoj të dahem nga grupa ime, nuk ndahem nga ushtarët e mi.
Atëherë porositi aj gjandarët e vetë dhe e murën këto të vetmuar, e qunë në një vill të bukur, ja afrun ushqime të llojshme dhe ma vonë ja afrun një vajzë të lakuriqme. Lakuriq, një vajzë më të bukur, dhe ja mbyllën derën dhe e lan atë me atë, por me atë dhe atë ishe dhe aj. Mos harro, asnjëherë mos thuaj nuk ka tjetër përveç mu edhe ty, përveç mu edhe ty është edhe aj, mos harro. Atë mos e harro, huaj, Allahu e lan gjithë natë. Ajo me atë dinakrinë e vetë, me ato hilet e veta, mundohesht e ti afrohet, e ta prek trupin e ti të bekuar me dorën e fliq të saj, sa herë që ajo nga të dorën, ajo shtifke të mrapa dhe thoshte, la ilahe illallah. Kur thoshte la ilahe illallah, asaj të bike dora poshtë, sa ne prek të trupin e ti. Subhanallah. Pastaj tenton të ngritë dorën ta prek trupin e ti, ai thoshte la ilahe illallah, i bike dora poshtë. Kështu vazhdoi gjithë natën, ajo duke tentu, ai duke dëshmu se s'ka zot tjetër pos Allahut. Dhe kur dol drita, i qoj gjandarët e vetë, punëtorët e vetë, tha shkoni pyetni dhe shifni situatën, çka ka ndodhur gjatë natës. Jo afrun asaj dhe nxorën, than, si e kalove natën? Tha me cilin? Tha me çat njeriun. Tha pa ai nuk ish njeri. Tha çka ishte? Ai ishte gur. Sa lëviz guri ka unë, qaq lëviz ke aj. Po çka bonte? Tha gjithë natën thoshte la ilahe illallah, ja mësoj edhe kësaj shahadeti. Gjithë natën la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kjo nuk e dinte, por e mësoj shahadetin për gjithë natën. Çka thonte? Thonte la ilahe illallah. Tha a hiq që afrove? Tha kur e ngrisha dorën ka aj, kur thonte la ilahe illallah, si kur magnet marzonte dorën poshtë. Nuk ishte magnet ta tërhek dorën e saj, po kishte magnet ta largon dorën e fliqur, se trupi i ndershëm nuk pranon dorën e fliqur. O vëllezër të dashur, Allahu dhul xhelal ka thënë, at-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibina lit-tayyibat. Të pastërtit meritojnë të pastrën, e pastra meriton të pastrin, wal-khabithatu lil-khabithin. Ato të fliqurit me të fliqurat, lejt të fliqurit me të fliqurat, ti mos u solidarizo me ata. Pra e panë se s'ka rrug dalje. A dini çka boni? Tha, ma afroni ato që si guri nuk lëvis, ma afroni. Kur afrun pran ti, tha, ndhizja një zjarë, ma afroni një kazan, mbushnje me uj, dhe vinja zarmin për fundi, e kur të vloje më kalëzoni, e ndezën zjarin, vun kazanin, filloj vala të vlon, u afru ki pres largu e shiqon, se si gruflon dhe si del uji prej kazani nga temperatura, atëherë afroj ato afer dhe tha, a e shef këtë kazanin që vlon? Tha, po e shof. A do të largohesh nga islami, apo do të hish në kazan? Subhanallah. Ja thuj nuk jam musliman, ose hin në kazan. O vëllezër të dashur, çka është kjo? Kjo është parim, kjo është qëndrim, kjo është sirati mustaqim. Disa gurbetçi tonë atje në perëndim na tregojnë kështu, e kanë vërtetu se në një vend prej vendeve të perëndimit, kisha ka organizu dhe ka hapur një restoran, ditave të diella shkojnë njerëzit hanë gratis. Po ati shkojnë edhe disa njerëz të quajtur musliman, e më kallëzon njoni si ka shku, e ka pa dhe e ka vizitu. Thash, a kishte prej pejtonve? Valla kishte, për fat të kesh, në restorant të kishes, shkojnë e hanë gratis. Thash, pa a kish do një kompensim, a kish do një pagesta? Jo, kur gjon, vetëm një kusht ishte. Cili ishte aj? E kishin varë një kriq të dera, para se të hinsh restorant të hash, dhe të puthish kriqi. Subhanallah, për një drek me puth kriqi? A kështu, a edhe kështu muslimana? Jo vllai dashur, kazani po vlon, ki po pregaditet, dhe tha, ose largohu prej islamit, ose qeku e ki kazanin. Ungrit, si luan, jo pishman, po si luan ungrit, me plot burni, me plot trimri, dhe i afrohet kazanit. Kur i afrohet kazanit me bindje të thellë,
se kin nga islami nuk guxon të largohet, ndërsa në Kazan mund të fundoset në val. Kur e pa, tha ndalu pak, e pas edhe kjo mbaroj, edhe këtu s'mund të fiton, tha ndalu pak. Kur e pa, këty muslimani po i lotën sytë, tha pse po qanë, tha, nuk e ki pa tjetër të hinsh në Kazan, në val, thuj nuk jam musliman, shpëton, tha, ti vetë po e zgjeth. Jo, tha, ti gabim ke kuptu, unë nuk qaj, dhe lotët nuk am rjedhin, pse do të hi? Tha, po pse? Tha, pse Allahu Dhul Gjelal nuk mi ka dhonë 100 shpirta, e për këtë din të hi një herë të vdes, të dalë për sëri dhe të hi dhe të dalë 100 herë, për këtë din. 100 herë të hi në Kazan të digjen, subhanallah. Tha, unë e qaj pëse Zoti ma ka dhonë vetëm një shpirt, vdes edhe mo, du të hi edhe mo, 100 herë duhet të përsëriti djegjen në Kazan, për hirë të fjallës e Allahut dhe për hirë të shahadetit. Kur e pa edhe këtë bindje, tha, ndalnje, nuk, Vlajdashur, haku e vërteta gjithmonë është nga dhënjimtar. Ta dish, nëse je në rrugë të mbarë dhe je në rrugë të drejtë, mos u luhat, mos u frigo, se ti je nga dhënjimtar. Kështu Allahu Dhul Gjelal ka thënë: wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a. Nëse jeni durimtar dhe keni frikë Allahun, hilja hilexhive s'ju ban dëm, mos u frigohni, mos u frigo. Nëse i përmbajtur, nëse i udhëzuar, nëse i përkushtuar, mos ju frigon notës qafirit se s'ka çka të bëjnë, se Allahu edhe dorën ati ka me qume të dhonë notën. Mos u frigo, mos u likshto, mos devijo. Shqo vllai dashur, një mbret një herë ka desh të varje një njeri të drejtë, e ka marrë letrën të shkruan, ka ardhur shefi policisë dhe ka thonë: çka të bëjmë me filanin i cili është në burg? Tha: ma jep një letër. Dhe tha me gojën e vetë, ju shnak, varet. E morja i letrën të e ledzu për u dhe në vend të shkru ju shnak, e ka ledzu ju t'lak. Në vend të shkru në varet, e ka shkru lirohet. Dhe i merë letrën, shefi policisë shkon në burg edhe e liron. Tha: hez vllai dashur, mbreti të ka liru. Kur merë vesh mbreti e thiri, tha: unë të kam thonë se varet ti e ke liru. Kur ja dha letrën, tha: shiqo zotri, vetë e ke shkru. Kur e pa, e kishte shkrujt lirohet. Në vend të shkru në varet, e kishte shkru lirohet. Tha: berma kënde. E mur pasari, ju shnak, kështu thot me goj, varet, ndërsa e ka shkrujt lirohet. E merë shefi policisë letrën dhe shkon e liron. Kur mori vesh për zdyti, tha: hezmër, shka jetu bon? Tha: jo zotri shife, kur e shefe ka shkrujt lirohet. E murë së treti dhe tha: wallahi le ju shnak, wallahi do të varet. E ka shkrujt: wallahi do të lirohet. Tha: zotri, e ke shkrujt wallahi do të lirohet. Tha: oti, une du ta vari, Allahu don ta liron. Liroje. Unë du ta vari, Allahu don ta liroje. Shko liroje. Kur donë Allahu të lirohesh, ti do lirohesh. Kur donë Allahu të notohesh, ti do notohesh. Kur donë Allahu të martohesh, si ka thonë Allahu dhe pejgamberi, ti qashtu do martohesh. Mos u frigo, mos thuj si mos heqish me frizur jetë pa martu. Mos thuj si të mbulohesh jetë pa martu. Mos thuj si të falesh jetë pa martu. Se qashtu para sa viteve, kur të ri tonë kanë qenë shumë pak në xhami, një djalosh e fal namazin në një xhami dhe i thot një plakut, flas por atëhere, i thot një haxhis: Zoti Kabul. Tha: ndal, edhe ty Zoti Kabul, ama shikjo, mos u sill shumë ka xhamia se do t'jesh pa martu. Kështu pra, o vllai dashur, nëse Allahu Dhul Gjelal ka thonë të martohesh si don Allahu dhe pejgamberi, Allahu ka me ta mundësu, mos u frigo. Edhe ke me diplomu, edhe ke me u punësu, edhe ke me jetu me nder, edhe ki me vdek me nder, edhe ki me fitu dhe me meritu gjenetin, inshallah. Pra, vëllezër të dashur, kur e po mbreti Huzafen se ka që këm ngullës, atëherë tha: unë e kam propozimin e fundit. Tha: urdhro zotri, a pranon ti, tha, para këtine njerëzive ta frohesh dhe të më puthish mu në bal? Tha: a mi liron edhe shokët tjerë? I kam edhe 20 ushtarë. A mi liron edhe shokët tjerë? Veç mu jo. Tha: krejtve kam me ju liru, po me kush që ti të më puthish në bal. Tha: bonu gati, a je hoqat kurorën e vetë, kjo afru në vend të puthja e Pshtini. Kjo është puthja yte, meriton ti Pshtin.
Kështu kanë vepru musliman. A dini çka boni? E vuni kurorën, tha, ajde e kriti punën lironje. E pa që s'ka mo, disfat, dështim. O vllai dashur, muslimani është nga dhënimtar, muslimani është e këmbgulës, muslimani është aktivist, muslimani është i mençur, muslimani është trim, muslimani është guximtar. Zguxon muslimani me qenë tuc, zguxon muslimani me qenë frikës, zguxon muslimani me qenë labil. Muslimani i ka kushtet e veta dhe cilësitë e veta dhe duhet t'i posedon nëse ai don të fiton dhe don të shpëton dhe nëse e don si hariqin e melaqeve. Në momentin e vdekjes ti vinë me latjet ta si hariqojnë. Pra, i mori 20 ushtar me vete dhe shkoj lajmi në Medine, shkoj lajmi të Omeri radiallahu anhu se Huzafe me një pështim i ka liru ushtarët, jo me një puthje të kokës të qafirit, por me një pështim. Dhe këto që i ka përjetu deri tash i kuptoj Omeri se çfarë ka përjetu. Tani Omeri radiallahu anhu i porositi gjithë Medinasit, tha dilni në hyrje të Medines dhe e keni por obligim kur të vjen Huzafja të gjithë ta puthni në ballë për punën që ka bën, për qëndrimin. Gjithë ashabët dhe muslimanët që kanë qenë prezent atëherë kanë dalë kanë puthë në ballë këtë komandant të shquar me plot kuptimin e fjalës komandant. Që ato kanë qenë komandant o vëllezër të dashur. Pra kështu e kanë meritu nderin dhe krenarin para njerëzive, e kanë meritu lavdëratën dhe e kanë meritu xhenetin në jetën e amshushme. Inshallah Allahu nasip me bën. Vëllezër të dashur, lutim Allahun dhul xhelal që ne të cilët quhemi musliman dhe jemi musliman, Allahu dhul xhelal këmbët tona në din islam të na i forcon, zemrat tona në hak të na i forcon, nga laramania, nga dyftërsia, Allahu të na largon. Lusim Allahun dhul xhelal rinis ton sidomos, Allahu dhul xhelal dashurinë e imanit në zemër nasip ja bof. Krenarin se janë musliman dhe të udhëzuar, Allahu nasip ja bof. Në të krelohen ata që janë musliman, në të knaqen ata që janë musliman, dhe në të binden se ata janë fitus, dhe ata janë ngardhimtar, dhe ata janë të shpëtuar, dhe ata janë të lavdruar, dhe ata janë të merituar, dhe ata janë të bekuar nga Allahu dhul xhelal. Lusim Allahun dhul xhelal rinin ton në islam të udhëzon, pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfurit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i moshiron, mbar muslimanve që ndihmon, ndërsa zullumqarët me zvete helash t'i ban. Ela in ahsen el kelami wa ablega nidham Kalamullahi l-Malik il-Qadir il-Aziz il-Allam Kama kala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kalam Wa idha kuri al-Qur'anu fastami'u lah Wa ansitu la'allakum turhamun A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wallahu yad'u ila daris salam Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin Wa ala khatamihim wa sayyidihim ajma'in Muhammad ibn Abdullah al-Mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in Wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma inna nad'uka kama amartana فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Rabb. نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تداشر الليزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكتا آيتي كريم urdhënon Allahu alem bimuradi. Ne jetojmë disa minutë dhe marrëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahut Dhul Jalal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke i lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me fuqinë e vet mbar musliman prej zullumit të zullumqarëve, Allahut t'i shpëton, ndërsa zullumqarët mes vete t'i shkatërron. Po ashtu na lutim Allahun Dhul Jalal që ai me mëshirën e vet neve si gjunahqar për azapit të xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasib të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës së bekuar, suratu Fussilet, e posaçërisht në hijen e ajeteve që lexova para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë sa minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Jalal që frimarjet tona të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Jannetul Firdaus të na i kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, ajetet para këtyre që lexojmë sot para jush na shpjegojnë se Allahu Dhul Jalal çdo populli i ka çu pejgamber, ja ka tërhekur vërejtin, ja ka tregu rrugën e mbar dhe i ka shpjegu për shpërblimin e atyre që hecin në sirati mustaqim. Pastaj ja ka shpjegu rrugën e shtrenjtë dhe ja ka tregu ndëshkimin të cilin ai e meriton. Pra na shpjegoi për dy popuj, Adin dhe Themudin, se si Allahu Dhul Jalal i ka shkatruar. Pra Adin e ka shkatruar me krismë të trishtueshme, gjesa i kalon të vdekur për tokë. Themudin e ka shkatruar me erë të fuqishme, njëherë me erë të nxehtë, pastaj të ftohtë, dhe kështu i ka shkatruar. Pastaj thot va najjayna alladhina amanu, pastaj besimtarët i kemi shpëtuar. Vëllezër të dashur, a duam të jemi prej të shkatruarve ose prej të shpëtuarve? Nëse doim të jemi prej të shpëtuarve, duhet ta ndjekim rrugën e Allahut Dhul Jalal dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të mos bëhemi pra atyre që ndoshta Allahu Dhul Jalal në dynjon nuk na shkatron, po në ahiret rand na dënon dhe na ndëshkon. Prandaj ajetet që lexoj para jush këtë e dëshmojnë, ku Allahu Dhul Jalal thot: "Wa yawma yuhsharu a'da'u Allahi ila an-nar." Por kujto ti o musliman,
por kujtot jo i mençur. Momentin kur Allahu Dhul Gjelal do t'i grumbullon armiqt e ti para zjarmit. Allahu do t'i grumbullon armiqt e ti para zjarmit, pra para xhehenemit. Armiqt, o vëllezër të dashur, me qenë dikush me u bo armik me ndonjë njeri pasunik, me shumë e vlat, me krah të fort, i thon njerëzit, mo ke kujdes, a e di me cilin i armiqsu? Subhanallah. Po me bo mu armiqsu me shtetin, me bo mu armiqsu me policin, me ushtrin, mirë para ta, subhanallah. Po me bo mu armiqsu me Allahun, a ka logjik, a ka shpëtim? Njeriu me qenë armik i Allahut, Zotin arrujt, me qenë armik i ati që e ka kriju, sy e vesh i ka dhuru, me tonat mirat e ka furnizu, pejgamber dhe Kur'an i ka qu, dhe a i bohet armik i vetë krijusit. Kjo është çmenduri, o vëllezër të dashur. A'daullah. Shikja si thot Allahu Dhul Gjelal, a dit kur Allahu Dhul Gjelal armiqt e ti do t'i grumbllon para zjarmit. Para me ndotash, ata të cilët Allahun se kanë besu, ata të cilët Allahun se kanë respektu, ata të cilët urdhrat e Allahut si kanë zbatu, haramet i kanë përdor dhe i kanë punu, a dit kur t'i grumbllon Allahu Dhul Gjelal para xhehenemit. Fahum yuzaun, dhe do të bohen dhe do të grumbullohen prej të parëve deri të fundit, të gjithë para zjarit të xhehenemit. Subhanallah. Hatta idha ma ja'uha, subhanallah, kur do të vinë në prag të xhehenemit. Kush? Armiqt. E ku janë dashamirët, ku janë aulijat, ku janë ato besimtarët të cilët Allahun e kanë besu, Allahun e kanë adhuru, Allahun e kanë respektu, pejgamberin e kanë dëgju, prindin e kanë dëgju, punë të këqija s'kanë punu. Ku janë ato tash? E dini ku janë? Ela, inna awliya Allahi la khawfun alehim wala hum yahzanun. Ata atë ditë as nuk do të trishtohen, as që do të frigohen, as që do të dëshprohen. E dini pse? Se atyre melaqit do t'ju thënë selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ato do të futen në për villat e xhennetit, në për lumejt e xhennetit, në për të mirat e xhennetit. Do të afrohen melaqit, do t'i përshëndesin me selam dhe do t'ju thënë paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju, nga se ju keni qenë durimtar, epshin e keni pengu, egoizmin e keni luftu, Allahun e keni adhuru. Pra, këto do t'jenë në xhennet. Aulia Allah, ata të cilët e kanë dash Allahun dhe i ka dash Allahu. Radi Allahu anhum wa radu anhu. Allahu ka qenë i kënaqur në te, në ata, dhe ata kanë qenë të kënaqur në Allahun. Dhalikel fawzul adhim. Pra kjo është shpëtimi kryesor. Kjo është shpëtimi o vllai dashur. Nuk është shpëtim ai që shpëton prej smundjes se nuk vdes. Nuk është shpëtimi i madh ai që fiton diçka nga kjo dunjë. Ato janë shpëtime shumë të vogla dhe me peshë shumë të lehtë. Ndërsa shpëtimi kryesor është wa man zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Allahu Dhul Gjelal thot, fatlum janë ata të cilët kanë shpëtuar prej xhehenemit dhe kanë hyrë në xhennet dhe ata janë të shpëtuar. Allahu nasip na. Vëllezër të dashur, pra të mirët veç kanë hyrë në xhennet dhe kënaqen në lumejt e xhennetit, me familjet e tyre, me prindët e tyre, me vllazërinë e tyre. Kënaqen në xhennet, me të mirat e xhennetit të panumërta. Ndërsa a'daullah, ata që Allahun e kanë kundërshtu, ata që Allahun e kanë mohu, ata që urdhrat e Allahut si kanë zbatu, ata që nga haramet nuk janë largu, ato tash janë të butë gjithë pranë xhehenemit. Fahum yuzaun, dhe Allahu Dhul Gjelal i të bon të parët edhe të mramët, i të bon në një vend dhe me zebanit e xhehenemit, me shtaga prej xhehenemi i grumbullojnë, e kur të vinë në prag të xhehenemit, hatta idha ma ja'uha, e kur të vinë në prag të xhehenemit, kur të shofin xhehenemin me sytë e ballit, a dini çka do të thonë? Do të thonë o Zot, pse na çon në xhehenem, po na s'kemi bën gjunahe? Allahu Dhul Gjelal do të thotë, po keni bën gjunahe. Fletoria e gjunaheve ka qenë shumë e rëndë, dhe fletoria e sevapeve ka qenë pa hiç, ka qenë shpraz. Do të thonë o Zot, unë s'kam bën gjunahe. Allahu Dhul Gjelal do të thotë, po me të afru dëshmitar, me të afru i spat për gjunahet tua, do të thotë o Zot, ma bjen një dëshmitar, unë s'kam dëshmitar për gjunahet që kam bën.
Allahu dhul xhelal do t'i afron shokun e vet që ka pi në tavolinë. Do të thotë që ki dëshmon se ti ke pi alkohol. Do të thotë o Zot, ki ma don të keqen, nuk e pranoj për dëshmitar. Do t'i afron Allahu dhul xhelal melaqet në krah të gjallë dhe të mëjt, dhe ato dia që i kanë përcjell dhe e kanë ujt, do t'i afron melaqet si dëshmitar, do t'i mohon, do t'i refuzon. Do thotë o Zot, unë nuk i pranoj këto për dëshmitar. Nuk i pranoj. Këto ma dun të keqen mu, dun të fusin në xhehenem. Allahu dhul xhelal do thotë, po me ta pruni dëshmitar prej vetes tënde, prej trupit tënd. Këti s'ja merr mendja se vetja do të dëshmon. S'ja merr mendja. Thot, u kur ta lisa, dëshmitarët për njerëzive i refuzova, edhe me laqet i mohova, edhe askon nuk e pranoj. Allahu dhul xhelal do thot, ani s'ka problem, që me laqet mos i prano si dëshmitarë, dhe pse ato nuk rrejnë asnjëherë. Ato ti kanë registru, ti i punë të këqija, ti nuk i pranon. Unë ta bi një dëshmitar prej vetë trupit tënd, prej gjumtirave tua. Ata idha ma gjauha, shahida alehim sam'uhum, do të bëjnë dëshmi, do të dëshmojnë sytë e tyre, do të thonë o Zot, ki neve na ka përdor në haram. Ki shumë herë pengu dhe ka marrë tërnak duke shiqu gratë e huja. Ki shumë herë ka ndejt me femnat huja, neve na ka kesh përdor. Ki ka shiqu në internet punë të këqija, ki ka shiqu në televizion haram që s'lejohet, na ka kesh përdor o Zot, ne ankohemi te ti për punët e këqija që ka boki në përmes syni. Pra syni do të dëshmon për shiqimet e këqija dhe të gabuara. Wa sam'uhum, pastaj veshi, do të thotë o Zot, kina ka kesh përdor. Kina ka kesh përdor dhe kanë dëgju gibet, kanë dëgju muzika të fliqura të çoroditura, ki kanë dëgju këngë të këqija, ki kanë dëgju fjalë të huaja i ka vjedh, do të dëshmon syni, do të dëshmoj guha dhe goja, do të thotë o Zot, ki ka bo gibet, do të dëshmon këmba, do të thotë o Zot, ki ka shku në haram, pra dëshmojnë gjymtyrët e vetë trupit të ti. A mund t'i refuzon? A mund t'i mohon? Shahida alehim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pastaj edhe lëkura, subhanallah, edhe lëkura e trupit vet do të dëshmon, do të thotë po o Zot. Po o Zot, ki ka bo gjunahe. Pastaj do të thonë, wa qalu li juludihim lima shahidtum alejna. Pastaj do t'i drejtohet, t'i thot lëkurës vet, njeriu lëkurës vet. Do t'i thot, pse ti dëshmon kundra meje? Pse nuk ju thot syve dhe veshve, guhës dhe këmbëve dhe duarve? Pse këtine nuk ju thot? Jo, i thot lëkurës, e dini pse? Se lëkura është ajo që do t'a shijon azapin e xhehenemi. Vëllezër të dashur, lëkura është ajo që ndjekjen valën përvlimin e zjarit të xhehenemi. Lëkura. Prandaj Allahu dhul xhelal thot, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra alladhi kan. Çdo herë që lëkura do t'i shkërmohet dhe do t'i digjet, na do t'ja përtrim me një lëkurë tjetër, li yadhukal azab, që ai ta shijon azabin pas azabit, ta shijon dëshkimin e xhehenemit nëpërmes të lëkurës. Këto kur e ka thonë Kurani Kerimi, shkenca dhe mjekësia e shekullit të 7 nuk e ka ditë këtë sekret. Kanë menduar njerëzit se gjithë trupi e shijon djegjen. Jo, gjithë trupi nuk e shijon, por është lëkura ajo që tërhek dhe ndjen dënimin e zjarrit dhe djegjes. Pra do t'i thonë lëkurës, lime shahidtum alejna, pse dëshmut kundra neve? Kalu, pastaj do të përgjigjet lëkura, vetë lëkura do të thotë, antaka në Allahu ledhi antaka kulle shej. Neve na dha të flasim, na mundësoj të folim Allahu, i cili i ka dhonë të folje çdo sendi. Pra është Allahu dhul xhelal, i cili e ka bon natyrë të foljes guhën, pra gojën, e ka bon natyrë të pamurit synin, të ndëgjuarit veshin. Ai ka pas mundësi ta bon që të shiqojnë me vesh e të ndëgjojnë me sy. Subhanallah, por ai ja ka dhënë çdo gjymtyre detyrën e vet. Dhe ka raste që ai thot ndonjë gojës prej gojave të njerëzive, edhe pse guha është e njëjtë sikur e jona, edhe dhëmbët janë sikur tonët, edhe fërqinjt janë sikur tonët, edhe fiti është sikur joni, edhe buzat janë sikur tonët, mirë pa ai nuk ka mundësi të flet sikur ti edhe unë. Subhanallah, nuk ka mundësi të flet. Shumë njerëzit do të thonë ditë mahsherit,
ti shakon nem e të mos kisha fol, se për ato që kanë fol tash po hinë në xhenem. Ndashta për dikend është mirësi që ai nuk fol. A dini pse? Se ai nuk ban gibet. Ai nuk shan. Ai nuk shpionon, ai nuk përgojon. Ndërsa Allahu Xhelal ti edhe mu na ka dhënë gojën dhe të folurit, po vallë na ku e shfrytëzojmë dhe ku zanin tonë harxojmë dhe ku kohën tonë harxojmë. Pra, lëkura do të flet, Allah i dashur. Lëkura do të flet. E pastaj kur ti thot ai zullumçari, që është në prag të xhehenemit, do t'i thot lëkurës, lime shahidtum alejna, pse ju dëshmut kundra neve, dhe shiqo lirina Allahu Xhelal, dhe shiqo tolerancën Allahu Xhelal. Kur ai do të afron pranë xhehenemit, nuk ka më nevojë ta prit ato e të polemizon, e të thot o Zot, nuk i pranoj gjunahet e mia. Çerku i ke dëshmitar për njerëzive, kur ti në mesin e njerëzive ke bo gibet, këto të kanë dëgju, nuk i pranoj për dëshmitar. Çerku janë këto ku me ty janë ulë në haram, nuk i pranoj. Që ku janë me laçe, edhe ato si pranoj. Pasi nuk i pranon ato, çka kimi thon synit tënd, çka kimi thon gojës tënde, çka kimi thon veshit tënd, e në fund çka kimi thon për lëkurën tënde, kur do të dëshmon edhe lëkura ite për gjunahet tua. Pra Allahu Xhelal ka mundësi dhe ka fuqi që me njëherë ti hudh në xhehenem edhe mos të polemizon. Po ai është sabur, ai është durimtar, ai duron dhe pret dhe përgjon çka don. Jo Zotun ta nuk i pranoj. Ani, që do të dëshmon sini jot, do të dëshmon veshi jot, ka të dëshmoj lëkura ite. Këmbët tua kanë me dëshmu se ti me një ose dy majnë ke shku në park i edhe bon hakare. Kanë me dëshmu këmbët, kanë me thonë o Zot po valla kemi shku. Kanë me dëshmu veshët, kanë me thonë po Zot, atje fliste shte pa moral, atje folshin fjalë të këqija dhe të ndyta. Kanë me dëshmu fëmijët tu që i ke marrë për dore dhe i ke qua atje që të shofin lakurishësi dhe të ndëgjen fjalë të ndyta, sikur është e domosdoshme që kur të tubohen ato të shfrenuarit, të shkojnë edhe ata të udhëzuarit, ti kullojnë syt në ato harame. Pra kanë me dëshmu, po për fat të keq që kanë me dëshmu edhe vladi, edhe fëmiu, dhe kanë me të mallku, pastaj kanë me thonë, po na s'kem të shku, po na patlon baba, bile ndoshta edhe nona, një qebe me vete. Bardakët, pregaditjen, e në piknik, e në rezilhane. E ka me dëshmu të gjitha to, e në fund, ka me dëshmu vetë vetje, ka me dëshmu lëkurë, dhe i dashur. Pra ndaj, para se të vi aj moment, na duhet të jemi të kujdesshëm. Kur të thot njeriu lëkurës vetë, pse ti dëshmon kundra me? Lëkura e pafajshme do të thot, antaqan Allah, neve na dha fuqi të folim Allahu, ai i cili ka dhënë fuqi të fol çdo gjë, çdo sendi. A dini o vëllezër të dashur, se nuk ka gjë që nuk flet në gjuhën e vet. Çdo send flet në gjuhën e vet, por na nuk i kuptojmë gjuhët e tjera. Na nuk i kuptojmë edhe gjuhët e njerëzve përveç asaj që e kemi mësuar dhe përveç asaj që kemi trashëguar, se edhe për me mësu pak jemi si taraqi, se kemi qef me mësu gu të huja, edhe pse është e nevojshme, por subhanallah, në shumë raste dhe me qindra e sa gjuhë ka që prej njerëzve flite na si kuptojmë. Pra vëllezër të dashur, a nuk foli Bubreci me Hazreti Sulejmanin? A nuk foli Hudhudi me Hazreti Sulejmanin? A nuk e ndëgjoj devja pejgamberit një rast një shahid në tokë në varr duke lexuar suratul Mulk? A nuk e ndëgjoj devja pejgamberit? Pra vëllezër të dashur, nuk flasim veç ne njerëzit, çdo gjallës flet me të vetën, por na se kuptojmë. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Allahu Xhelal nuk ka një gjësendi e gjallë e që të mos e përmend Allahu Xhelal, e që të mos e lartëson dhe falenderon Allahu Xhelal, por ju nuk e kuptoni. Pra ne nuk e kuptojmë gjuhët e tjera të cilat flasim. Pra ne kemi përgjegjësi për ato që flasim ne, o vëllezër të dashur, për ato që shiqojmë ne kemi përgjegjësi, se të mos vinë momenti kur dalim në prag të xhehenemit, Zoti na ruaj, e atëherë të na dëshmojnë gjymtyrët dhe pjesët e trupit, e pastaj ne ti themi lëkurës, pse dëshmove, të thot më dha leje dhe më mundsoj të foli ai i cili ja ka mundsu çdo gjëje të flet. Wa huwa khalaqakum awwala marra. Pse ti habitesh në vllai dashur? Andashta mos do ndalesh të hamendesh. A thu mund të fol lëkura? Ha, s'ma merr mendja. A ke guxim të thush? Jo. Ja ka dhënë të folurit
ai që e ka kriju pa qenë hiç. Ai e ka kriju pa qenë hiç. Alladhi khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. E pastaj atij do t'i kthehemi. Allahu do t'i kthehemi. Ku e kemi shfrytzuar gjuhën tonë, ku e kemi harxhu kohën tonë, ku e kemi vjetruar rinin tonë, ku e kemi harxhu pasurinë tonë. Subhanallah, wa ilayhi turja'un. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wa absarukum wa juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Subhanallah, ju nuk ishi në gjendje ta mshefni punën që keni bën, ta mshefni prej vetvetes. Na mund ta mshefim punën, e bëjmë një të keqe Zoti na ruaj, e mshefim prej njerëzive. E bëjmë një të keqe, e mshefim prej prindit, e mshefim prej mësuesit, e mshefim prej hoxhës. A mund ta mshehim prej vetvetes? A mund ta bësh një punë të keqe mos jese me ty lëkura jote? A mund ta bësh një punë, pra, dil prej kësaj lëkure, bëni një punë të keqe. Jo, s'ke mundësi. Pasi nuk ke mundësi ta bësh një punë, ti duke qenë në lëkurën tënde, atëherë s'ke mundësi ta mshehish prej asaj dhe s'ke mundësi ta ndalish që ajo të mos dëshmon kundra teje. Subhanallah. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wa absarukum wal juludukum. Walakin për fat të ke dhanantum, ju keni mendu se Allahu nuk i din shumë punë të cilat i bën ju. Sa mushrik të Mekës ishin afru pran Ka'bes dhe i thanë një tjetrit, kur flasim na keq për Muhamedit, a thuna ndin Muhamedit? A thuna ndin Allahu i Muhamedit? Kur flasim keq për ta, njëri tha, po na ndin, si të flasim me za, na ndin, a nëse flasim kadale, s'na ndin. Ato e krahasojshin të ndëgjuarin e Allahut me të ndëgjuarit e vet. Jo vllai dashur, të ndëgjuarit e Allahut është absolut, është suprem. Ai jo të ndëgjon fjalën ti që flet, por Allahu xhelal thot, ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. A don ta dish çka don Allahu xhelal? Ai e din edhe tradhtinë e synit tënd ti kur e lumshtu. Kundra dikujt, ose kur vjet diçka me sy tu, duke shku rrugës, vjet me synin tënd, don të mbahesh si Ilviase ti nuk shikon haram. Kur hi në shtëpi të vllaut tënd, në shtëpi të dikujt, duhet ta kesh kujdes synin tënd, se vjedhja e synit është shumë e rrezikshme, por Allahu xhelal edhe atë din, edhe vjedhjen e syrit, edhe ato e din. Wa ma tukhfi sudur, edhe ato çka e mshefti brenda hiç pa e thon, as ke shiqu, as ke fol, as ke ndëgju, por vetëm ke përshpërit në brendin tënde, në thellësinë e zemrës tënde, Allahu xhelal edhe atë e din. Edhe atë din, nuk ka mshehi, nuk ka ike prej tina. Pra vëllezër të dashur, kështu na shpjegon Kurani i Kerim, na tërheq vërejtje, që të jemi të kujdesshëm, të bëjmë punë të mira, të largohemi nga të këqija. Gjuhën tonë të angazhojmë me zikër, me lutje, me ibadet, jo me muhabetet kota e modhash Zoti me gibet. Të kemi kujdes. Veshët tonë të shfrytëzojmë duke ndëgju fjalë të mira, duke ndëgju këshilla, duke ndëgju Kur'an, duke ndëgju punë të fjalë të dobishme, e kurse si të dëmshme. Po ashtu, këmbët të cilat na i ka falë Allahu xhelal, shnosh e mirë, që ti mund të hecish, mund të dalsh prej shtëpie kur dush ti, mund të kthesh në shtëpi kur dush ti, mund të shkosh ku të dush ti, pra zgjedhë komën tënde ku e shfrytëzon, se ka njerëz të cilët janë shtrinë në shtrat dhe thonë, a një herë të kem të qohem me kam të mia e të kisha shku në xhami. Subhanallah, mirë, pa ati Zoti ja ka ndalu, ndërsa ty ti ka falë dhe ti ka dhuru, pra shfrytëzoj udhtimin tënd në punë të mira, shfrytëzoj durët tua në punë të mira. A ke pa do njerëz që së mbajnë në dorë kur gjoj ju dridhet dora, e ti me dorën tënde, pse nuk të dridhet, ke guxim ta ngresh gotën e alkoolit, edhe ti bësh ti shpallish luftë Allahut dhul xhelal, edhe të bësh armik i Allahut me duart të cilat ai ti ka dhuru, edhe të mos e bësh zikër, mos e përmendish Allahun me gjuhën të cilën ai ta ka fal. Subhanallah, dhe të shikosh në haram, ta tradhtosh krijuesin që ai ta ka ndalu. O vëllezër të dashur, duhet të shfrytëzojmë gjymtyrët e trupit, trunin ton, pasurinë ton, jetën ton, rinin ton, sa jemi shëndosh e mirë, e kemi mundësi të bëjmë punë të mira, e mos flasim për ata që u kanë plakë, u kanë thënë, por ato nuk ka nevojë tjetër këshillues, është mjaftë pleqnia, vëllezër të dashur. Omer ibn Abdulazizi
e kishte pas një këshilltar, e kishte pagu t'i rije mbrapa dhe kur t'gaboj t'i thot ittaqillaha fa innaka satamut. O ja emir, ke frikë Allahun se do të vdeq. Kështu e këshillonte. Subhanallah, e pagunte një njeri, jo tek kronitel ta ruje, se ju ka hindar hak njerëzve se ne bën xhumi rahat, se ndel prej shtëpia rahat po me roj. Po pse me roj? Omeri radiallahu anhu nuk kishte roj, kishte ra një herë të flenë në hijet të drunit, kaloi një beduin, një katundar, dhe kur e pa se Omeri po flenë vetë në hijet të drunit, a dini çka tha? Ja emir al-mu'minin, hakimte fa adilte, fa aminte thumma nimte. Tha ja emir al-mu'minin, je kryetar, ke punu drejt, prandaj je garantu dhe ka zonë gjumi rahat në hijet drunit. Subhanallah. E Omer ibn Abdulazizi e ruan të një njeri e pagunte, jo që ta ruje prej dikujt, se s'kish nevoj, se si kish hi ndërhak as kujt, a ishte shumë i kujdesshëm, por e pagunte t'i shkon brapa, me gabu t'i thot, ja emir, udhëheqësi muslimanve, ke frikë Allahun se nesër do vdeq. Por që këtë runde, ke frikë Allahun se nesër do vdeq. Pastaj një ditë prej ditëve, Omer ibn Abdulazizi radiallahu anhu i tha ati punëtorit, ati këshilltarit që e merte me vete, tha, prej sot e këndej nuk kam nevoj për ty, ta gjej një punë tjetër, se nuk kam nevoj për ty. Tha, pse ja emir, a nuk ke nevoj të këshilloj? Tha, jo, nuk kam nevoj të më këshillojsh ti, se mjekrën ti me ka dar një qime e bardhë, boll është kjo këshill për mu. Një qime e bardhë në mjekrën time, pa nuk është këshill kjo, a nuk është nasihat kjo, që u ka zbardh ftyra, u ka zbardh mjekra, u ka zbardh kryet e flokët, edhe hala ke nevoj dikush të t'jep nasihata, po kjo është nasihati më i madh për ato që kanë mend. O vëllezër të dashur, mos flasin pra për plesh, por edhe i riu ta shfrytëzon kohën në punë të mira dhe gjithë të mirat që ja ka dhënë Allahu xhelal, ti shfrytëzon në razi lëkun, në kënaqësinë e Allahut dhe lum për ata të ri dhe lum për ata të reja që kanë filluar jetën e tyre në ibadet. Ata kanë hisë në njën arshalas, wa shabun nasha'a fi ibadetillah. Në njën arshalas kanë hisë dhe kanë fat të marrin pjesë ata të ri dhe të reja që jetën e tyre e kanë fillu në razillëkun e Allahut Xhelal, e kanë fillu në ibadet, nuk e kanë fillu në shfrenim e qoroditje, e pasaj të thot, edhe unë kur të plakem, dë shkojnë xhami, edhe unë kur të plakem si nenja ime, dë të veshami, jo të rëshvonë. Pra vëllezër të dashur, kemi kujdes të mos bëhemi për atyre që i lam punë të mira për ma vonë, e të këqijat i bëjmë kur jemi të fuqishëm, e të këqijat i bëjmë kur kemi mundësi të bëjmë mirë, po ta përmendim Allahun dhul xhelal, ta falenderojmë Allahun dhul xhelal, të kemi kujdes se punët e mira ai i din dhe i regjistron, punët e këqija askush nuk mund prej atij të mbulon dhe askush nuk mund prej atij të mshefje, e kur del para xhehenemit, pra në prag të xhehenemit, Allahu dhul xhelal nga mirësia e tij, nga toleranca e tij, edhe në atë moment që ai veçosh për xhehenem, ka me i dhonë të drejt të flet edhe të paraqet ankesë. Ankohu pra, ankohu. Ku do të ankohem o Zot kur kundra meje ka ndalë dëshmitar, pjesë e trupit tim, bile dhe lëkura ime, Zotin arruj. Pra vëllezër të dashur, Kurani Kerimi ka për qëllim të na tërheq vërejtjen që të mos bëjmë punë të këqija e të pendohemi atëherë kur pendimi nuk pranohet, por të pendohemi ma herë, të mos e lëm për ma vonë, mos e lëm pendimin për ma vonë, vëllezër të dashur, se pendimin të cilin e le për ma vonë nuk ke fat në atë pendim, por vdes pa u pendu te Allahu xhelal. Njoni kur ka bo shumë gjunahe, dhe ka pas frikë se nuk do t'i falen gjunahet, e ka pyet një alim, i ka thonë nuk të falen, e ka pyet një tjetër, ka thonë nuk të falen, pastaj e ka gjetë një alim për ulemave të urt, e ka këshillu dhe ka thonë, po vllai dashur, gabimet tua dhe gjunahet tua falen, se Allahu është Gafurur Rahim, po unë të kisha këshilluar ti, nëse don të pendohesh, të largohesh prej kësaj shoqërie, të largohesh prej këtij ambienti dhe të shkosh në një ambient tjetër, në një shoqëri më të pastër, dhe ai nuk u hamen, por me një herë mor rrugën, e la vendlindjen, la shtëpin, la shoqërin, la farefisnin, për me vetmin qëllim që ta fiton razillëkun e Allahut xhelal, që Allahu t'ja pranon pendimin
dhe u nis rrugës për ta lënë fshatin e vet për të shkuar në një fshat tjetër, dhe duke shku rrugës ka mesi rrugës u smu dhe ra i sëmur për vdekje. Së shpejti erdhen me laqet e gazepit që t'ja marrën shpirtin me zor, që t'ja nxjerrin shpirtin me zor si gjunahtar. Në anën tjetër u paraqitën me laqet e rahmetit, thanë jo, kina takon neve se kjo është pendu. Me laqet e gazepit thanë jo, po ki deri tash gjunahe ka punu. Thanë po veç është pendu dhe është nis të shkon në një vend ku nuk bëhet gjunahe. Dhe kështu ato u ngatrun me zvete. Allahu Dhul Gjelal çoi një melek tjetër në formë të gjykatësit dhe ai tha, përse ziheni ju? Me laqet e gazepit thanë, ne zihemi se kina takon neve, se ki deri momentin e fundit ka bo gjunahe, asni punë të mirë se ka bo. Me laqet e rahmetit thanë jo, kina takon neve, se ki veç sa është pendu, dhe nga shtëpia është largu, dhe nga shoqëria është largu, dhe ka marrë rrugën për shku tjetër kundi. Atëherë me laqja që erdhë në formë të gjykatësit tha, e dini çka, hiç mos u zihni me zvete, por mot një vendin, ku është më afër? Është më afër ku i ka bë gjunahet, apo ku ka desh të shkon si i penduar, kur e matën vendin vëllezër të dashur, prej mesit, prej gjysës, vetëm një plan kish dalë në atë. Vetëm një plan, pra sa kish dalë në aton, e fitoj rahmetin e Allahu Dhul Gjelal. Po t'i zhvanu edhe një minutë, t'i zhvanu, kishte mbet në këton, ja kishin marrë shpirtin gjunah, me laqet e gjunaheve, me laqet e gazepit, edhe e kishin qunë në xhehenem Zotin arrut. Pra nuk ka nevojë për vonesë, nuk ka nevojë për pritesë, se na në shumë raste i japim hak vetë se edhe pak ka kohë për mua, të dukem jam i ri, kam zonë thihem për ka edhe ma plek që hala nuk falen, filoni hala s'ja ka fillu, unë e bere tashti mbas 50-ave. Subhanallah, vëllezër të dashur, një bajndy, ta kemi kujdes shpirtin ton, ta kemi parasysh ardhmërin ton, ta kemi kujdes jetën ahiretit, se atje nuk ka ma dalje, vëllezër të dashur. Ata që do të hinë në xhenet do të kënaqet me të mirat e xhenetit, ndërsa Zoti na rujt ato që do të hinë në xhehenem, do t'i harrojnë lezatimet, do t'i harrojnë dëfrimet, do t'i harrojnë kënaqësitë e kësaj bote, dhe njeriu posa të hinë në xhenet, po ta pyesesh për vujtjet dhe telashet që ka pas në dunjë, të gjitha i ka harruar. Veç sa ka hinë në xhenet, të gjitha këqijat dhe vujtjet e kësaj dunjoje i ka harru. Ndërsa ai tjetri që do të hinë në xhehenem, sa të futet në herë të hudhet në xhehenem, e me nxjerr prej xhehenemi me i thonë, atë kujtohen të mirat që ka përjetuar në dunjë, ai do të bën bedë, thot, un kur të mirë s'kam shiju, un kur të mirë me si s'kam po çka mba mend bre zotri? Unë ba mend që këtë jetën time në vuajtjet e xhehenemit, Zoti mahfaza na bof. Zoti na ruaj prej azapit të xhehenemit. Vëllezër të dashur, Zoti na mundsoft që sa më shumë të bëjmë punë të mira. Zoti nga punë të këqija na largoft. Zoti tybe istighfarin nasip në bof. Lusim Allahu Dhul Gjelal, rinin ton në Islam të udhëzon, pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plotë, të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të somurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i moshiron, mbar muslimanve në rrezullin toksor, Allahu t'ju ndihmon. Ndërsa zullumqtarët, kriminalet, gjakpirësit, Allahu me zvete helashtin. Ela in ahsana al-kalami wa ablaga an-nizam كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.